Përshëndetje, mirë se vini në Living Day. Sot është ditë e martë, dje në mbrëmje të gjithë ne kemi parë spektaklin e mbrëmjes së Ferma VIP. Sot do të flasim pikërisht për Ferma VIP. Na ndajnë vetëm 2 javë nga finalja e madhe dhe dinamikat janë bërë më të forta. Do të flasim për çka ndodhi dje, por edhe se si do të jenë këto 2 javë me miqe të ftuar. Kam kënaqësinë të mirëpres Monika Lubonja, aktore, dhe në rrjetet e saj sociale nuk ka qenë indiferente ndaj Ferma VIP. Mirë se vjen. Ja, mirë se të gjeta të bukur si që vetë edhe gjithë. E diell, vërtet. Një edicion i cili nuk s'ka lënë indiferente. Të kam ndjekur edhe unë në rrjetet e tua sociale, ku e ke thënë fjalën tënde, ke për komentet e tua, ke mbajtur qëndrimet e tua, opinionet e tua, edhe 2 javë. Me një fjalë, si janë ato 2 javët e fundit kur je në izolim? Ato 2 javët e fundit janë, o zotë, mbarojmë një orë më parë këtë mision që ka nisur, dhe besoj të gjitha ata që futen në një izol. Ndjet lodhja, jo vetë si qike njerë po dhe po ndjet edhe lodhja fizike, ndjesh që ti mendon që i ke thënë të gjitha, janë rezauruar të gjitha format, edhe të gëzimit, edhe të sherit, edhe të spektaklit, edhe të gjitha, por aty ka ndodhë një gjë që ti kur je në izolim, nga momenti në moment, sa do që të dalësh nuk të le ajo egoja që ti duhet t'jesh në fund, ta kapësh atë finalen e fundit. Dhe prandaj ndoshta dinamikat janë kaq të fuqishme, veçanërisht këto 2 javët e fundit, për të cilat ne do të flasim gjithashtu edhe me një ish fermer. Kuba, mirë se vjen në Living Day, shumë kënaqësi të mirëpres. Gjeta. Si duket tani pas kaq kohësh që ti je jashtë, a je kthyer të përditshmes tënde, Kuba? Po, jum knaq, me thënë drejt, jum knaq gjatë ferme, jum knaq edhe pas ferme, se kum vlerësu lirinë edhe qetësinë edhe ma shumë, se sa përpara. Dhe komentet besoj kanë qenë shumë mbështetëse dhe pozitive ndaj teje. Po, faleminderit shumë se cilla person që për se cilën fjalë. Po tani si po i sheh fermerët e tjerë që janë brenda? Kur po i shoh, pak po më vjen peshmën se po kam qef me kanë afër teje, se dëshish jena shoqëru. Edhe për një, po më duket pak që po mujmi pas, atë mrena 24 orë jena kam bashkë. Po ti do doje që të ishe në këtë pikë të lodhës aty brenda me këtë pushimin e gjatë që bëre në mes, apo? Nuk e di, jo ma mirë me këshirë pres larti, se besoj që edhe shumë presion momentalisht aty mrena. Dhe është interesante, ja kështu reatuar t'ja përsh komentet e tua tani për fermerët që vazhdojnë këtë eksperiencë dhe u kam betur vetëm 2 javë për të mësuar të gjithë ne se cili do t'jetë fituesi. Kuba është tu afër meje, besoj? Po, pranë Ja, vazhdojmë tani. Helidon Haliti na bashkohet në Living Day edhe këtë herë, shumë kënaqësi, mirë se vjen. Na ke befalluar. Ishte me humor, apo jo? Edhe pse për hir të së vërtetës më ka ndodhur Genti që është kolegu im, po më thoshte kujdes, shumë kujdesshëm. Dhe i thashëm ta bëjmë skem që të bëhet virale. Tani unë mund të flas për burgun e spacit se s'ka pas eksperiencë atje në fermë. Kështu që për burgjet do më thërë mund të flasë rjetë. Izolim është edhe ai, ke folur rjetë për atë izolim, për personazhet. Dhe nuk kam si ai magneti që shtyse që t'afrohesh, e kam seriozisht, çështje mentalitet. Ndoshta për të folur mund të flas shumë gjatë për këtë çështje. Kam rezerva normalisht për si quhen ata komentator, opinionist për njerin aty, por nuk do them emër, është i vetmi mashkull që nuk i shkon shumë. Të vështirë kemi për ta evidentuar? Ja, është njeri shumë i arritur, por nuk është se i shkon shumë roli i asaj dhe kjo nuk ka ndonjë gjë të keqe. Ndërsa ajo që më ka surprizuar jashtëzakonisht shumë është kjo vajza e piktorit, harroj emrin asaj, si e ka që ka qenë tek Angeli. Angeli më ka surprizuar në mënyrë fantastike. Do me thënë, emrin e Ermanit nuk e the, të Angelit e the. Jo, thashtë vajza e piktorit, sepse t'jadin e kam shumë respekt dhe janë njo, edhe me thënë drejten mua shumë që i këtrurit. Në Kinosud, se ka pas punu në Kinosudio në RTF. Dhe ka pëlqyer për komentet? Ka pëlqyer shumë. E para njerë që duket që po vjen shumë e përgatitur, dyta po rregullon një profil fantastik, dhe po bën një lidhje ndërmjet Prishtinës dhe Shqipërisë në mënyrë më ekselente të mundshme, dhe është goxha e qëllueshme në koment. Duket që ka eksperiencë. Me qenë se dhe një opinion për opinionistët, 2 opinionistët, të takon të thuash një fjalë edhe për Arminën, apo jo? I takon? Me Arminën e du fort. Kam shumë simpati, kam punuar të harmonia
dikur bëja fotografin shumë herët, dhe kam një mendim jashtë zakonisht pozitiv. I shkon goxha ky rol, për hir të vërtetës, po Armina shumë e bukur live në gjithë dimensionet e saj, mendoj. Kështu që kam një pozitivitet. Nuk jam mbaj mend shumë fjalët, sepse mundohet të mbaj një profil paqësor, ndërkohë që Enci është kompetente. E kuptuam. Kështu që për burgun e espasit mund të flas vetëm për instalacionet artistike që janë bërë aty, se unë s'kam qenë asnjë burg. Ja, do ta shohim se sa do të përfshihesh nga situata që ne do të sjellim në vëmendje. Bruno Shemsho, mirë se vjen në Living Day. Shumë kënaqësi. Këtë herë i ka hequr syzet piktori dhe i ka vendosur kënaqësi gjithmonë. Personal trainer. Mirë se vjen, shumë kënaqësi. Po tani ka patur kaq shumë dinamika që na kanë përfshirë mbrëmjen e djeshme, ne kemi evidentuar e veçuar disa prej tyre. Monika, të pashë edhe dje mbajte qëndrimin tënd. Çfarë të bëri ty përshtypje nga spektakli i mbrëmjes së djeshme? Shiko, unë kisha shumë të vështirë të flisja për fermën këtë vit. Jo se s'kam folë herë të tjera, nga njerë kur personazhet nuk, në më thënë, janë shumë të përgjithshëm, ti e ke shumë të lehtë të flasësh. Por në momentin që aty është moza, pasaj gjërat fillojnë edhe nuk janë kaq të thjeshta edhe kur të marrësh përsipër të komentosh diçka. Mozën e kam ndjekur, e njoh, sepse kam punuar me Mozën te Gratë e Lira, ja njoh atë lloj kapaciteti, atë lloj lirie që Moza ka në vetvete. Dhe dje, por edhe gjatë javës që, sepse nuk isha këto 3-4 ditë, them të drejtën në Tiranë, kam qenë jashtë edhe i ndiqja ato sekuencat pak e nga pak, jam dakord aty kur thotë që kur vjen një spektakël kaq të madh, ti nuk mund të harrosh dot që përballë këtij spektatorit do bësh dhe spektaklin. Dhe ndoshta kur unë kam qenë vetë për herë të parë në një edicion të këtij lloji formatit, ishte shumë e vështirë sepse njerëzit nuk ma kuptuan që edhe unë doja të dhuroja spektakël. Dhe në momentin që ti je aty, je një artist, i përket një fushë, unë i përkas teatrit, Moza librit, Iliri baletit, Zhaku, sepse Zhaku ne ke edhe shkruan për 7 tekste, që për mua është gjunaf që ka ikur nga Shqipëria, është më se normale ta mendosh pjesën e spektaklit dhe për t'u larguar pak nga ajo që të tërë thonë që ne jemi vetvetja. Sigurisht që vjen një moment, dhe këtë e them dhe do t'a rrithem miliona herë, që në një moment që ti je 24 orë për 24 orë me ata pa spektatorin, se spektatorin e ke prezent, por nga një herë hearon, dashje pa dashje, e në mënyrë më absolute të del karakteri ashtu si që je dhe në jetën e përditshme. U diskutua gjatë dje nëse është lojë, apo ashtu ndërveprojnë dhe ashtu janë. Pa tjetër ka dhe diçka të tyre jetësore, ka dhe diçka të tyre se si ata edhe në jetët e përditshme pa diskutim që është diçka e tyre. Ndërsa Moza këtë gjë dita kontrolloj, ta frenoj, ta menaxhoj mirë këtë pjesën dhe është gjithmonë tek ajo pjesa e reklamës. Po të shikoni ajo dhe historitë e veta, shumë herë thonë që këto histori kanë qenë të mia ose janë të saj, po janë të treguara në mënyrë të bukur. Po mund të jenë të dikujt tjetër, por e tregon shumë bukur. Dhe kjo e bën Mozën më reale dhe që për mua absolutisht, do ta them sot dhe do Zoti ma kuptojë njerëzit, që në qoftë se ky spektakël bëri një diferencë, sepse shumë herë jemi gjykuar dhe nga mosha dhe nga mënyra, them që për brezin e ri kemi parë një handikap shumë të madh të kulturës, të mënyrës së të folurit, të mënyrës së të shprehurit. Nuk lexojnë dhe çdo gjë është bërë. Dhe kjo gjë më së miri e ka nxjerrë në një blof total këtë rininë e sotshme. Ti vetë si e ke patur marrëdhënien në eksperiencat e shkuara me Mozën? Shiko, unë kam bërë gati është diçka brenda në izolim, në një format që ajo ka marrë përsipër dhe është diçka tjetër në të përditshmen.
ne kemi bërë gati 2 vjetë Gratë e Lira dhe e bëm ka qenë diku në 2009-2010. Unë mblodhën 4 gra që sot i shikon, por unë mblodhën isha unë, Moza, Elvira Diamanti dhe Mirela Bogdani. Sigurisht ishim gra dhe goca që vinim nga këndvështrime të ndryshme, por të gjitha në forma të ndryshme të arritura në profesionin e tyre. Moza kjo ishte. Unë mendoj që Moza duke pas atë filozofinë e vetë shumë, është pak e vështirë edhe për të ndetur 24 orë dhe për të dëgjuar nga mëngjesi deri në darkë pjesën filozofike të Mozës, por që është shumë domethënëse dhe për mua i ka dhe një dimension tjetër një spektakli edhe përqasje. Dhe ajo që dua të shikoj më shumë është sepse nga njëherë ne shumë herë kemi diskutuar për publikun. A na kupton publiku? Publiku ka kuptuar kaq mirë kësaj radhe në këtë spektakël kaq mirë që sa i duan njerëzit e lexuar, njerëzit e ditur, njerëzit që kanë kaluar shumë peripecira në jetën e vet, kështu që nga njerë mendoj që ju që drejtoni spektakle, që merrni përsi për të ndërtoni spektakle, mos u nisni vetëm nga gjërat fani të momentit, të Instagramit, të TikTokut, por që ndroni dhe tek këta njerëz sepse do t'ua bëjmë më të bukur spektaklet. Ne bëjmë një program të përditshëm dhe gamën e të ftuarve kemi patur gjithmonë shumë të gjerë. Mozën gjithashtu e kemi patur të ftuar, Helidon Halitin gjithashtu vazhdimisht edhe për projekte të tij, jo vetëm i kursit. Kemi qenë në i kurs, sa bukurie pas zot dhe mos sinqerisht mrekulli. Po shiko. Jo, di pse thashtë se isha gati të kërkuar Rean. Kush Rea? Është gazetarja e programit, e cila vazhdimisht në bashkon panelit e Fermës. Monika ka qenë dhe atëherë. Dhe më thënë, është çuditshme disa njerëz se si marrin, bëhen mit. Dhe Moza, e kam thënë dhe herë tjetër, ka qenë ato vit. Po Moza ka qenë ai lloj miti që përdorte veten si një lloj sateliti. Nuk lejon të tjerë të vinin rreth saj. Shumë e çuditshme kjo. Pra, ka komentuar aty rastin e Besim Golemit. Besim Golemi është nxënës i babait tim, pra nëse ka një krijim, është Besim Golemi. Dhe unë e bëra për inat të tij. Pra, thosha, këtë do ta kaloj unë, patjetër. Dhe kam bërë dhe një libër, në fakt, dhe ku them në një moment caktuar që Besim Golemi, sigurisht që të gjithëve rriteshin veshët nga komentet pozitive, aty u rritën krahët. Dhe në një moment mora vesh u fluturoi nga kati 4. Kështu është, domethënë, largimi nga jeta e Besim Golemi. Pra nga një dështim, Moza nuk e thot aty në koment, se e kam dëgjuar me vëmendje, dhe bën një narracion shumë interesant, që shumë njerëz e dëgjojnë pa kuptim. Por e dëgjojnë, ndërsa ne që dim, a di si ngulet ajo gjë. Pra mua më kthye Besim Golemi që vinte me atë dosje në shtëpinë e babait tim dhe babai më donte më shumë se unë. Dhe unë nga kjo xhelozi thash që unë këtij padyshim do t'ja kaloj. E morë si sfidë. Dhe si sfidë dhe më pas njoha shumë njerëz të talentuar që çuditërisht të gjithë largoheshin shpejt nga jeta. Van Goghun se kam një. Për kësaj që dua t'i shtoj Elidonit, ka qenë një gjë, nëse tani njerëzit marrin hov ose të rinjt marrin nga Instagrami dhe TikToku, ne merrnim shumë motiv nga këta njerëz. A ishte një eksentrik, shumë i pazakon. Bëheshe me krah kur ti kishe njerëz të këtij. Dhe Moza ju afrua në mënyrë shumë interesante. Tani do t'ju them një lajm dhe një lloj fenomeni çfarë po ndodh. Është revolucioni i pak të mbas 60-tave, që është mosha e Mozës. Dhe marr një telefonat nga Greqia dhe më thot një djalë që kam vendosur të ridimensionoj dhe të menaxhoj Agron Breku. Po shok shumë i ngushtë i Mozës së kohë. Një mit i kohës është ai që mbyll sosializmin me një vepër që ka pikturuar familjen e vet në mënyrë minimaliste, një nga kryeveprat e post-socializmit shqiptar. Pra është vepra e fundit që ka bler Galeria e Arteve. Dhe nuk do të quaj kriminale 35 vjet që s'ka bler asnjë vepër, por do të quaj produktive atë që ka bler. Dhe i thash, po ç'të hypi? Tha Moza. Sepse tha vetë ai ishte shumë i ftohtë, shumë i vështirë. Unë i kam kërkuar të kuroj shumë ekspozita etj. Po Moza tha ka ndjell një ringjallje, pra ka kuptuar që është finishi i fundit, është ai starti i fundit për
për të bërë atë bumin e madh. Dhe dje pash një mozë që ishte plotësisht stratege, pra moza tani është bërë totalisht e pasigurt. Është e pasigurt? Totalisht e pasigurt, sepse ka dilemat, moza lexon edhe zarfe të mbyllura me vulë, ka kaktave ti, sepse ne artistët dim të deshifrojmë. Pra ne zgënjehemi shumë kollaj. Ndaj unë e quaj shumë të përgatitur, kam thënë atëherë si mund ta përballoj gjë që unë nuk do ta përballoj dot, dhe kam shumë respekt për djalin që doli dhe më duk një moment sikur ishte teatr, por kur e pash atë ndjeshmërinë e artistit, i cili qante pa lot me kuptimin e të brendshmes tonë. Dhe kemi shumë nevojë ndonjëherë që ne, pra moza aktron kur thotë do ikit flej gjumë se do rri me veten. Është aktore pa parë. Nëse ky djali kishte shumë të ndjeshme. Pra batuta e saj e parë që u kthye në finale që thua ajo ishte aktri. Sepse moza për hir të vërtetës ekspozitat nuk arritur t'i ka bëjt dot në galerinë kombëtare, se e komenton aty dhe Zhaku e ngatron, thonë me Elidoni ishte drejtor galerie, s'kam qenë asnjëherë drejtor. E përmend Zhakun një moment, thotë Elidoni, unë nuk njihem me Zhakun, e kam dëgjuar, sigurisht ka qenë shumë e njohur kur nuk ktheva nga Greqia, është një vajzë që nuk pëlqeu fare kur hyri, por tani po më pëlqen shumë. Pse po të pëlqen? Shumë. Ka një reflektim shumë interesant dhe të vërtetën e shet si produkt absolut. Por e vërteta nuk është produkt absolut. Loja dhe hipokrizia është produkti i botës civile. Në rast se i vërtet, plagos më shumë. Në rast se hipokrit, mozat për shumë ka genialitet e saj kur thot nuk dashurojnë me aktor, thot, sepse ata aktorojnë. Po kur dashurojnë si aktor. Krevepër, unë thosha dikur që nuk shkojnë teatr se luhet teatr. Pra shkoj për realizma. Moza më bëri të shkruaj, ti e di që unë kam bërë një shkrim për Mozën, i cili në fakt ka për shumë. Ajo ka qenë arsyeja e parë për fatin tonë që ne të patëm në këtë panel edhe pranove ftesën edhe herë të tjera. Ai shkrim ka qenë. Dhe unë jam kurioz në fakt ta di se si Moza përgjigjet, gjë që Moza, domethënë, ka një avantazh nga shkrimtarët e tjerë sepse i ka lyer gërmat me bojë. Por nuk e di se sa që don, sepse kur bëhet materialiste e humbet pak. Ka një frazë të shkëlqyer të Aristotelit që thot pan metronaris, thonë çdo gjë me masë perfekte. Materialistët pastaj thot masa perfekt. Pra në rast se shkon te masa, je pragmatist, je materialist. Në qoftë se thua çdo masë është perfekt, kështu që po vështirësohet pak gjëja, por na bëjnë dhe ne më të ndjeshëm që jemi lojtar më të sofistikuar, që nuk kemi bërë as privilegjin e dikurshëm të para 90-s, por as burgun e vetë zgjedhur të mbas 90-s. Ne kemi burgun tonë, studion, piktorët. Dhe sigurisht aty meditojmë ose piktorojmë duke dëgjuar Mozën. Unë Mozën nuk e dëgjoj dot veçmas. Mozën e dëgjoj vetëm me imazhin e saj. A më kupton, pra, fillojnë disa gjëra që Moza po vjen si Macin Gazeta, themi, ne ka qenë dikur një film vizatimor i kohës italianit që krijoi nga hiçi dhe një makineri. Unë Bruno nuk e dim këtë film vizatimor. Bruno? Më pëlqen që ta dëgjoja atë tani. Ai është si Macin Gazeta, është super bel, është gjitha dimensione. Kuba, e ke rimenduar ndonjëherë vendimin tënd për të dalë nga ferma? Ndonjëherë po, ma në fund hala e kisha ba tamam qashtu që shë kum vazhdu e atëherë. Isha dalë prapa petë se u kanë koha e duhur për mu, për me dalë. Po, pa tjetër, sidomos kur i kum pa nejherë në videos në Instagram në YouTube, i kum ra pishman se jena afru me se cilën personat të mrena edhe ja kena nis me dash njën e tjetër, me kuptu njën e tjetërin. Edhe me kuptu ato sene që nështë nuk janë konvencionale, si sa të Moza, të tjertë. Ti nuk dashurosh dot me zhurmë, ti dashurosh me melodi, se gjëja jote në kundërshtime atë që ka thënë Dysham, që dëgjuam gjithkohës melodin Salvador Dalis, tani do të dëgjojmë zhurmën. Nësa ty të dëgjuam melodin, ti nuk bëre kur zhurmë dhe kjo të nderon shumë, falë që ndërhyra. Ja, asgja. Unë me zhurmë e kuptoj edhe pse vjen zhurmi, se besoj që gjithë e kena përjetu edhe vetën kur nervozohet njeri, po unë e hina për kafshet, unë e hina për mu njoftu me situatën, si eksperiment, sfid me vetën, me kuptu për sa largë muna me shku një vend bashkuar me 20 vetë, i kufizuar edhe që kena pas vend madhë. Kështu që e kuptoj sa shumë presion është edhe për se cilin person që është akoma mrena, që kanë vazhdu me 60 ditë, 70 ditë, respekt për se cilin person, se për jashtë nëse kini konflikt me dikan, ose të zgjedh, ose largohesh,
e ki rrethin tënë, bën çfarë dush, aty mrena nuk ki mundësi mu largu. Po kur dole jashtë dhe i shihje nëpërmjet ekranit, a ishte ndonjëri nga fermerët që brenda e kishte perceptuar ndryshe, por nga jashtë nuk ishte më i njëjti në sytë e tu? Nuk e dija ka ndodhë tamam ashtu se tu e përcjell për jashtë e di që veç pishon një përqindje të vogël prej sa të ndodhë mrena. Se e shon një video të me një konflikt ato për la, po e di që ka ndodhë nështë që ka ndodhë për para, që ka ndodhë mas. Po është një perspektiv tjetër që kam pas mundësien mi pa do persona mrena. Po ja. Ja? E pres mi pa live tani, qësh janë për jashtë, jo në fermë. Vetëm njësoj mirë, njësoj edhe brenda dhe jashtë fermës. Do njëherë artistët mdenja njërës shumë të vegjël. Sepse arti është ngjyllor, artisti është djallëzor brenda ti. Tani do të shkojmë në publicitet me këtë mendim, apo do të komentojmë pak një ndër situatat e cila ka ngjallur pastaj edhe një sër dinamikash të tjera. Visi shpallet i preferuari. Ishte diçka e pritshme për mua, unë madje kur kam qenë duke ndjekur isha në palestër në atë kohë dhe i thash madje që do shpallet i fitues si preferuar visi, thash, për vetë faktin sepse është një fermer i mirë, nuk po them një lojtar i mirë, një fermer i mirë është dikush që flet pak edhe sakt të pakte në perceptimin tim, edhe i duhet edhe një fitore, se më falë tani. Në qoftë se është që të vendosër gjithmonë mozën, si të preferuar atër do ishte thjesht një moza show. Të gjithë ata fermerat aty brenda kanë vlerat e tyre, edhe normalisht dhe publiku në një pjesë të kësaj loje gjen veten për shembull në një moment tek visi që ta bëj të preferuar. Edhe unë mendoj që është shumë e sakt. Njerëzit normalisht euforia e gjithë komentatorëve do thot jo, është kështu, është ashtu, por unë mendoj që ka dhe njerëz që pëlqejnë normalisht visin si fermer, sepse në fund është Ferma VIP, është një emision i tillë, një reality show që duhet të trajtojë edhe pjesën e kujdesit për kafshët, edhe pjesën e të qenurit një njeri i cili nuk përfshihet në çdo lloj lufte. Ka njerëz që janë shumë të zgjuar edhe i përzgjedhin kush luftja vlen për të luftuar. Edhe unë mendoj që visi është një karakter i tillë në këtë rast. Nuk është plotësisht dakord, Monika, por i kthejmë përgjigje pas publicitetit.